Tumorët malinje përkatësisht kanceret paraqesin një kërcënim serioz për jetën e njeriut. Edhe pse në disa raste mund të hiqen nga trupi përmes ndërhyrjes kirurgjikale, ekziston rreziku që ato të përsëriten, duke përhapur dhe dëmtuar organet apo indet përreth. Doktoresha Vera Leshi, pulmologe, tregon se kanceri mushkrive shkaktohet nga një mutacion e qelizave epiteliale të bronkeve ose të alveoleve. Kanceri mushnive me tregu bëhet një mutacion e qelizave epiteliale të bronkeve ose të alveoleve, mutacion, shëndrim, përkeqësim, që shkojnë duke u grumbulluar dhe bën një mos tumorale. E kemi kanceri me qeliza të vogla, small cell carcinoma e mushkrive, edhe kanceri me qeliza të mëdha, non-small cell carcinoma, në të cilën përfshihen adenokarcinoma, karcinoma skvamoze edhe karcinoma e madhe. Doktoresha Vera Leshi ndër të tjera tregoi edhe simptomat të cilat nuk duhet t'i neglizhojmë. Janë disa simptome që nuk guxojmë t'i neglizhojmë të kanceri mushnive, siç janë kolla e vazhdueshme që zgjat më tepër se 1 muaj ose 2 muaj, gjakderdhje me kollë, dhimbje gjoksi, dispne ose zënje e madhe e frymes, nëse përfshin rrugën e frymarrjes, shkaktohet një dispne e madhe tek pacienti. Pastaj vazhdojmë me metoda diagnostifikuese, siç janë radiografia mushnive, CT-ja e mushnive, nëse ka nevojë për bronkoskopi, nëse nuk mbrihet diçka me bronkoskopi, bëhet edhe biopsia transtorakale. Sa i përket trajtimeve, doktoresha Leshi tregoi se nëse kanceri zbulohet në fazën e parë ose të dytë, trajtimi është operativ, pra përmes ndërhyrjes kirurgjikale. Por nëse sëmundja diagnostikohet në fazën e tretë ose të katërt, kur ajo është e përhapur në pjesë të tjera të organizmit, atëherë përdoren radioterapia dhe kimioterapia. Trajtimi i kancerit mushnive bëhet në 2 ose në 3 mënyra. Nëse diagnostifikohet në fazën e parë edhe në fazën e dytë, është trajtimi operativ. Nëse diagnostifikohet në fazën e tretë, fazën e katërt, me metastaza në pjesë të tjera të organizmit, është radioterapia dhe kemioterapia. Mandej është edhe një trajtim tjetër, target terapi, e cila bëhet sepse kemioterapia përveç që shkatron qelizat e kancerit, shkatron edhe qelizat normale. Target terapia është godet vetëm në qelizat e kancerit, duke mos prishur arkitekturën ose qelizat funksionale normale të organizmit. Ndër faktorët kryesorë që shkaktojnë këto sëmundje mbetet duhani, faktorët e ambientit, ndotjet e ambientit dhe natyra gjenetike.